Pas 5 muajve të atpjet, më në fund ka filluar ngjitja e kombëtarëve shqiptarë të futbollit në renditjen e FIFA-s. Pas fitoreve në miqësoret kundër Kuvajtit dhe Iranit, kuqezint janë ngjitur 5 shkallë më lart në klasifikimin e përgjithshëm të organizatës botërore të futbollit për muajin qershor, duke u pozicionuar në vendin e 79 në kuotën e 451 pikëve. Gjithsesi, nga muaji dhjetor i vitit kaluar e deri tani kombëtarja e futbollit ka një rënje me 5 shkallë, ndërsa në harkun kohor të një viti ka humbur 20 vende në klasifikimin e përgjithshëm. Nga rivalet e kuqezimeve në grupin e ardhshëm eliminator të kampionatit botror Brazil 2014, Qipro ka ngritjen më të madhe, plot 8 vende në klasifikim në vendin e 125. 3 pretendentët e grupit kanë mësuar rënje, Zvicra -3 shkallë, Norvegjia ka rënë 2 shkallë, po ashtu edhe Slovenia. E vetmja skuadër që nuk ka lëvizur nga pozicioni i saj në vendin e 131 është Islanda. Edhe për muajin qershor kryeson kampionja e botës Spanja, por tashmë e ndjekur nga Uruguay që pozicionohet në vend të dytë, duke lënë pas Gjermaninë, Hollandën, Brazilin, Anglinë dhe Argjentinën.